dojmë. Muhameti prej fshatit Llabian, komuna Novërdës. Po, ndërrum, cilë është problemi? Ankesën për rrymë për ndryqim rruga magistrale Gilan Prishtinë. I ka 6 muaj e tepër që nuk punon veç kjo rruga kryesore. Edhe jemi ndër qenve, edhe drita s'ka, edhe veç e kanë nalë, që nuk ka kur par defekti, po veç e kanë nalë për mos me shpenzu, as me disa. Po shka. Do thot që 6 muaj nuk ka fare ndryqim? Në ashtë edhe ma shumë bile, për 6 muaj po. E pse qa ka ndodhë? Ka pas, është prish, apo qysh? Ka pas, jo, së prish, jo, se para 2-3 mujve një kojshqyrë si ka pas një razdekje, i kanë shumë sa ka në razdekje. Ti më piti zdekja e ka nalë. Po. Do të thot nuk është prish, po i kanë ndalë? I kanë ndalë, me siguri i kanë ndalë, se ato jam i bindun se në defekt ka kërgjoj. Se këtë shati tjera ka dritave, ndryqimi rruga kryesore, Gilan Prishtinë magistrale nuk ka. Po. Faleminderit shumë, Indron Paranti. Faleminderit, dhe për juve, si të keni mundësi me bani ankesë, faleminderit.